Më keni pyetur shumë herë Andrea pse nuk e shpjegon pak rënien e followersave me të Eglit pas hyrjes saj në Big Brother. Sa çfarë është sot është e hënë, po, e 3 ditë. Sepse nuk shikohet e menjëhershme kjo gjë. Dhe kam arritur në një analizë time. Sot kam qenë gjithë ditët e profili i Eglit. Edhe ka qenë 330.000. I kanë dhënë refresh, sepse më dërgonin njerëzit story të Ronaldo Sharkës që aktivitetin e Instagramit ti e mbante me Insta Story profilit e Eglit se sa po binin çdo orë. Ky është një lloj kurthi, një lloj influencimi kundrejt njerëzve që të mendojnë që X gjë është e vërtet. Pavarësisht se sa e rënd mund të jetë ajo gjëja, apo sa e bukur, sa e shpifur, që patjetër njerëz që janë të brendshëm të topit, që deri dje kanë vështyr në sak, po sot po lëpin atje, po çrën si ka kjo, interesa pune. E kanë ditur që do hyjë Egli dhe kanë bërë një lloj kurthi. I çojmë Egli disa followersa fake. I çojmë shumë, 10-15.000 njerëz. Pra, fancat e Gjestit, sepse kështu është profilizuar, sikur fancat e Gjestit ja kanë bërë unfollow Eglit. Do të thotë që Gjesti s'pas ka shumë fanca, pas ka vetëm 15.000, jo 400.000 që ndiqka i atje. Nëse pa e hyrë kësaj analize, çfarë është bërë? Duke i marrë vesh këta, që Egli do rihyj përsëri brenda në Big Brother, i kanë dërguar followersa fake. Por çfarë bëri menaxherja e Eglit? Bëri profilin privat. Në momenti kur bën profilin privat, nuk të dërgon dot askush followersa fake. Kur bëhet privat, ikin ata që janë hedhur fake. Tani, çfarë bëhet? U bë ky lloj kurthi, u hollën followersa fake, u fut Egli brenda, që njerëzit tani të mendojnë që vërtet i pas kanë ikur followersat Eglit sepse u fut në Big Brother. U fut në Big Brother që zgjedhja e saj, sepse kur ishte brenda në Big Brother, ne thonim të ndjek se ajo e Gjestit, ajo që Gjesti bën kështu, ja merr frymën acarus, ande doli nga Big Brother, të rikthejmë Eglin, duhet Egli, s'ka Big Brother pa Egli, u fut Egli, Egli duhet dalë jashtë. Neve po të kishim ditur ç'a donim këtu e 20-30 vjet, do kishim bërë Shqipërinë lule. Po në ajo që nuk dim ç'a duam, është këtu ku është, ekonomikisht, politikisht. Pra, janë hedhur followersa fake. Është futur Egli brenda. Kanë ikur followersat që të bindin njerëzit që asaj po ja heqin vërtet follow. E kuptoni? Pra, e gjitha kjo ka ndodhur, është një lloj kurthi që hajti hedhin followersa fake, që ti bien që njerëzit mendojnë që mos të duken ata që vërtet e vlerësojnë Eglin, për mos ta bërë protagoniste, se ndoshta zbehet Laerti, ndoshta zbehet Gerta, ndoshta zbehet Rozana, apo ndoshta zbehet Gjesti. Kështu që të bëjmë këtë lloj gjëje, të bëjmë këtë lloj kamuflimi, të çojmë followersa fake, i largohen asaj, njerëzit mendojnë sikur janë kundër hyrjes saj. E gjitha kjo ishte. Prandaj thash do t'ju shpjegoj pak sipas arsyetimit tim. Kaq kjo ishte. Ai ciao.